fatin ta shoh Shqipërinë në kampionat evropian, se nuk i dihet. Në kohën kur Shqipëria luante në kampionatin evropian 2024, pata marrë një iniciativë time. Pra po them, nuk kisha lidhje me asnjë punë, nuk kisha financim, madje vetë familja ime ishte kundër që më shkojnë në Gjermani në atë kohë. Si po shkoja me harximet e mia. Po shikoja fakti që nuk e dija do ketë më në jetën time fatin ta shoh Shqipërinë në kampionat evropian, se nuk i dihet. Ndoshta më shkoj vetëm një herë gjatë jetës që jetoj unë. Dhe shkoj aty, kisha me vete vetëm një tripod, një kamerë, 2 mikrofon. Dhe isha çdo ditë, shohesha në orën 9 paradite, mbaronte ndeshja e fundit në orën 9. Punoje, pasione. Kthehesha në shtëpi në orën 12. Orari më i shpejt që kthehesha, se mund vonoje edhe treni apo vonoje ndeshja. Dhe vazhdoja editoja video deri në orën 2 apo 3. Pasion. Flia 5 orë gjumë dhe çdo ditë ime ishte një lloj. Kam bërë mbi 130 video në Gjermani. Kam kapur çdo personazh interesant që shikoja në rrugë me Shqipërinë, kam marrë 38 milion klikime.